Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abu Huraira radhiyallahu anhu ka treguar, thot: da'awtu ummi ila al-islam fa abat alayya. Qala fa da'awtuha yawman fa asma'atni fi rasulillah ma akrah. Thot: kisha kohë që ftoja nënën time në islam, por ajo nuk e pranonte. Abu Huraira banonte me nënën në Medinë, po e ftonte në islam, ajo se pranonte islamin. Edhe një ditë thot e ftova të pranonte islamin, por ajo më foli keq për profetin. Më tha fjalë që më rënduan. Edhe shkova tek profeti duke qarë. Edhe i thash: ja Rasulullah, ud'u Allaha an yahdiya ummi. I thash: o i dërguari i Allahut, lutë Allahun që ta udhëzoj nënën time. Faqala Allahumma hdi umma Abi Huraira. Tha profeti: o Allah, udhëzoje nënën e Abu Hurairas, udhëzoje në islam. Qala fantalaqtu mustabshiran bi da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thot u nisa drejt shtëpisë duke qenë i gëzuar me lutjen që bëri profeti, duke shpresuar se Allahu do pranonte lutjen e profetit, se Allahu do pranonte lutjen e profetit, se dihet që Allahu e pranon lutjen e profetit. Qala fantalaqtu ila al-bayt fa idha al-babu mujaf. Thot arri ke shtëpia, dera ishte mbyllur. Thot dëgjoj zhurmën e ujit brenda në shtëpi. Nëna e dëgjoj zhurmën e hapave të mi. Edhe më tha: Abu Huraira makanak. I tha: Abu Huraira qëndron në vend, aty ku je. Kuptoj që ishte duke u larë, por dhe kushtet atëherë kishte një dhomë kishte ku jetonte robi atëherë në atë kohë. Një dhomë me tulla qerpiçe, shumë e thjeshtë. Kështu që ajo tha: kujdes, mos e hap derën, se kuptoj që ishte duke u larë. Pastaj tha: veshi atë këmishën e madhe që kishin deri tek hijabin, le të themi, dira, është hijabi nga supet deri në tokë, edhe nxitoi, thot, pa hedhur shamin në kokë. E hapi derën dhe tha: ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tha shahadetin, pranoi islamin. Thot shkova ke profeti sallallahu alaihi wasallam dhe e njoftova që Allahu e kishte udhëzuar nënën time. Shkova dhe ja dhash këtë lajm, thot, duke qarë. Do thënë kishte gëzim të madh Abu Huraira radhiyallahu anhu që Allahu lartësuar e kishte udhëzuar nënën e tij. Në ky hadith dalin shumë sime. Këtë hadith e ka sjell Muslimi në Sahihun e tij. E para, Abu Huraira respektonte nënën edhe pse ajo ishte idhujtare. E kishte në shtëpi, kujdesej për të, është e para. Ajo ishte muslimane, para se pranonte islam. Megjithatë, e mante në shtëpi e kujdesej për të. E dyta, Abu Huraira ishte shumë i interesuar për që nëna e tij të pranonte islamin. Thirrës në rrugën e Allahut të lartësuar. Këtë ndjeshmëri, këtë gjallëri nuk e kanë shumë të rinj në kohën tonë. Nuk kanë interesi të udhëzohen pjesëtarët e familjes, njerëzit e fisit, me bë thirrës, me pas shqetësim, me i bë lutje Allahut, për udhëzimin e njerëzve të familjes, për hapjen e thirrjes dhe davetit. Shumë të rinj janë të kujdesur ndaj kësaj pjese. Se ka mendje të thojnë fenë Allahut, këshilloj njerëzit që pranojnë islamin, të mësojnë njerëzve islamin. Duhet zgjohemi vëllezër. E treta, një nga mrekullitë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Sa bëri lutjen profeti, u pranoi lutjen. E udhëzoi Allahu i lartësuar nënën e Abu Hurairas. Hadithi sahih Muslim është hadith i saktë. Pranimi i lutjeve të profetit është një nga argumentet e profetësisë së tij sallallahu alaihi wasallam. Gëzimi i madh i Abu Hurairas u gëzoi shumë. Njeriu mund të qajë dhe nga gëzimi, jo vetëm nga idhrimi, por mund të qajë edhe nga gëzimi. Dhe Abu Huraira radhiyallahu anhu nga gëzimi i madh ka qajë kur nëna e tij pranoi islamin. Dhe ka shku dhe ja ka dhënë lajmin e gëzueshëm profetit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu duke qarë. Allahu shpëlefet mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina